A duhet t'i lani flokët çdo ditë? Eksperti jep përgjigjen përfundimtare. Nuk ka një ligj që thotë që floku duhet larë çdo ditë ose jo. Shampoja në vetvete është një pastrues dhe një ushqyes dhe është shumë e nevojshme që të përdoret. Shumë njerëz faktin që e lajnë kokën çdo ditë e kanë si obsesion. Por duhet patur parasysh në rastin kur koka lahet për ditë, duhet të përdoret sa më pak shampo dhe gjithashtu asnjëherë nuk duhet të harrojmë që pas shampos të vendosim balsam i cili duhet të jetë i po të njëjtës linjë. Për një larje normale është rekomanduar që të lahen një herë në 2 apo 3 ditë dhe një herë në javë të trajtohen me mask flokësh. Sa më i shkurtër të jetë floku, aq më shpesh duhet të lahet. Gjithashtu është mirë që floku të krihet një herë në javë në sallon. Kjo vlen si për meshkujt ashtu edhe për femrat.